Të shtatë ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, sot emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me bisedën në studio. Zhvillimet politike në vend dhe pritja e certifikimit të rezultateve me pastaj formimi i institucioneve të Republikës së Kosovës përfshirë edhe presidentin, për çka ish lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës ka shprehur gatishmëri për të qenë kandidat i opozitës në base për ta marrë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje për kandidat për president arshëm të Republikës së Kosovës, mirë po një përgjigje i ka dhënë vetëvendosja përmes Arbërie në Gavcit, duke thënë se është e pakuptim që Ramush Haradinaj ta sulmoj lëvizjen vetëvendosje të Albin Kurtin, e në anën tjetër të kërkojë mbështetje nga ky subjekt politik. Për të diskutuar për këtë çështje në pjesën e parë të emisionit frontal do të flasim me anëtarin e Aleancës, dikur ishte propjesë e lëvizjes vetëvendosje, më pas pjesë e Aleancës për Armërinë e Kosovës, madje edhe kandidat për deputet nga ky subjekt politik, Dardan Krasniqi. Ndërkohë në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim për FSK-n dhe mungesën e saj në një summit që është mbajtur në Turqi. Ka pasur sot kritika të shumta në raport me mungesën që ka pasur FSK-ja në këtë summit dhe pjesëmarrjen e saj ose mungesën e pjesëmarrjes në këtë summit, mirë po ka dhënë një përgjigje Ministria e Mbrojtjes e po ashtu edhe Ministria e Punëve të Jashtme, duke thënë se vendet që nuk janë anëtarë nuk marrin ftesë për të qenë pjesë summiteve të tilla. Por sidoqë që tjetë, për të folur për FSK-n, në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me ish kolonelin FSK zotin Hysen Gecaj. Do të kemi edhe shumë informacione, por para së gjithash titujt kryesor. Prokuria kërkon dënim maksimal për 3 të pandehur për vrasjen e 3 fshehtë Glogjan të Deçanit. Raj masive në Magurët e Lipjanit, disa të lënduar, 10 të ndaluar, motivet lidhen që nga koha e luftës. Teologja Iqbal Huduti shpallet person i padëshiruar në Shqipëri për 15 vjet. Albin Kurti nuk flet, Albulina Agjiu nuk do të jetë kandidate, në Gavci përmend presidentin konsensual. Këta janë titujt kryesor, mirë, por ne kemi shumë informacione që kemi përgatitur në kuadër të kësaj magazine informative, të cilën po e nisim me zhvillimet politike në vend tash kur pritet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Partitë politike po bën gati për të nisur takimet mes veti për të krijuar institucione të reja, përfshirë këtu edhe presidentin. Për këtë çështje sot ka folur edhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, Albulina Agjiu, e cila ka konfirmuar se nuk do të jetë kandidate lëvizjes vetëvendosje për presidente. Mirë po për këtë çështje ka folur edhe ish shefi e grupit parlamentar të këtij subjekti politik. Pritja për certifikimin e rezultateve po vazhdon. E bashkë me të edhe përqendrimet e liderit të VV-s, Albin Kurti, i cili edhe një herë shmangu komentin e procedurave të formimit të institucioneve. Atë që nuk e tha Kurti e komentoi ushtruesja e detyrës së presidentes Albulina Agjiu. Ajo para mediave të enjtën u shpreh se njëherë duhet të konstituohet kuvendi e më pas të mandatohet kandidati për kryeministër. Le ta konstituojmë kuvendin, le ta zgjedhim qeverinë dhe me njëherë pra pas konstituimit të kuvendit, kryetari i ri i kuvendit, kryetare e re e kuvendit, kushdo që do të jetë ai apo ajo, do të ketë të drejtën kushtetuese që ta mandatoj kandidatin për kryeministër të vendit. Ndryshe nga Agjiu, derisa njësit e çështjeve juridike thanë se fillimisht duhet të zgjedhet presidenti. Por një gjë është e sigurt, ajo që aktualisht po e kryen angazhimin e të parës së shtetit nuk do të jetë kandidate për këtë pozitë. Jo, nuk do të jem kandidate për presidente. E kushdo që propozohet për lëvizjen vetëvendosje mjafton që të jetë figurë jo partijake. Kështu deklaroi e shefja e GP të LVV-s, Arbërie në Gavcit, duke komentuar çndrimet e LDK-s dhe AK-s rreth presidentit. Kemi pa disa deklarata për emra të përvetshëm të kandidatëve të cilët kanë dëshirë të jenë president apo presidente, gjithsesi ne presim që të kemi një kandidate konsensuale, jo partijak, jo partijake, të cilët do të ushtronin besoj edhe me kompetencë, përgjithësi, pozitën e tyre dhe rolin unifikues. E absurde po qëndrimin e shkriu të AK-s Ramush Haradinaj sa i përket postit të parit të shtetit. Po tash veç e thash, nuk do të kisha dashur të flisja me emra të përvetshëm. Është për mu
personalisht, është pak absurde që një person cili do të qoftaj, i cili ka folur fjalë të pavërteta, gjëra të cilat e dinë edhe vetë që nuk qëndrojnë për kryeministrin Kurti, tashmë të kërkojnë që të marrin mbështetjen e kryeministrit Kurti. Kjo tregon shumë edhe për atë që ka ndodhur përpara, por edhe atë ku jemi tani. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë në pritje të shqyrtimit të ankesave nga Supremja para se të certifikojnë rezultatet e zgjedhjeve të 7 qershorit. Për një temë që është shumë aktuale, për të cilën dikur më herët Albulin Haxhiu ka thënë se nuk ka njohuri, është deklaruar sot. Fjala është për projektin për gazin amerikan, për çka ushtrusja detyrës së presidentës së Republikës së Kosovës ka thënë se Kosova nuk u ka mbyll derën diskutimeve rreth gazit. Gazi nuk është çështje e përgjigjeve po ose jo. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të ketë diskutime në nivel të institucioneve përgjegjëse, në nivel të ekspertëve, në mënyrë që të diskutohet për përfitimet, për koston që ndërlidhet në raport me qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për aspekte tjera të cilat i takojnë ekspertëve të fushës që të merren me këto. Kosova asnjëherë nuk ka thënë jo projekteve që janë në të mirën e interesit publik, në të mirën e Republikës së Kosovës, qytetarëve të saj. Mirë po për tema të tilla duhet që të ketë diskutime serioze. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera. Nga Koleta e Shtetit janë paguar 91.000 euro pensione pas vdekjes së përfituesve gjatë vitit 2025. Auditori ka gjetur se në total janë kryer 517 pagesa në kundërshtim me ligjet e skemave pensionale dhe rregullave të aplikueshme. Në raportin vjetor të Zyres Kombëtare të Auditimit për Ministrinë e Financave është zbuluar se pensionet janë lëshuar për këto skema. Pagesat pas vdekjes ndodhen kryesisht si rezultat e lajmërimit me vonesë apo edhe kur vdekjet të qytetarëve nuk janë regjistruar me kohë. Si rrjedhoi, kjo shkakton pagesat e parregullta dhe dëmton buxhetin e ministrisë. Flasim tash për shkrimtarin e madh shqiptar Recep Qosja, i cili sot u kujtua në 90 vjetorin e lindjes së tij. U shua me 23 prill të këtij viti. E amaneti Recep Qosjës ishte që ceremonia varrimit të bëhej vetëm nga rrethi i ngushtë familjar. Por 2 muaj më vonë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, Pjetër Bogdani, me rastin e 90 vjetorit të lindjes së tij, u mbajt një ligjërat. Aty u fol për veprën e tij akademike, trashëgimin intelektuale për çka vlerësime të larta dha kryeministri në detyrë Albin Kurti. Nga këto 9 dekada, nëse nisim nga vepra e tij e parë, epizode letrare, e botuar në vitin 1967, del se ai punoi pa u ndalur për afër 60 vjet, si kritik letrar, historian i letërsisë, romancier, dramaturg, publicist dhe profesor. E aktori Avnet Alipi lexoi një pjesë nga testamenti shpirtëror i akademikut. Meqense kam jetuar dhe jam kujdesur të jetoj thjesht, ashtu thjesht dua të jem edhe i varrosur, pa fjalime, pa medje, pa lule, afër varrit të gruas sime shpresës. Vdes i qetë. Ndërka shkrimtari Ag Apolloni rikujtoi një premtim për ruajtjen e trashëgimisë së Recep Qosjes. Para pak javësh e pash lajmin që kryeministri Kurti dhe ministri Harudha Çeku e kishin vizituar institutin dhe kishin premtuar muzealizimin e zyrës së profesor Qosjes. Uroj të mos jetë vetëm deklarat, se këtu shpesh thuhen e nënshkruhen fjalë që pastaj harrohen. Shpresoj që ta realizojnë. Për kontributin e tij të çmuar, Recep Qosja u nderua me shumë çmime, përfshirë atë nderi i kombit nga Republika e Shqipërisë në vitin 2000. Shkojmë në Shqipëri dhe flasim për një protestë që është duke u mbajtur atje, mirë po edhe për pjesëmarrjen e kosovarëve në këtë protestë.
Mesin e tyre ka qenë edhe Iqbal Huduti, për çka Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministri Besfort Lamullari kanë nxjerrë urdhrin për shpalljen person i padëshiruar në Republikën e Shqipërisë për një periudhë 15 vjeçare për Iqbal Hudutin. Mësohet se motivi i këtij vendimi bazohet në informacionet e grumbulluara sipas të cilave veprimtaria e Hudutit vlerësohet si kërcënim për vendin, sigurinë kombëtare, si dhe rendin e sigurinë publike. Urdhri i Ministrit të Brendshëm Lamullari është dërguar për zbatim policisë së shtetit dhe strukturave të drejtorisë së kufirit dhe migracionit. Iqbal Berisha Huduti ka reaguar më pas në rrjetet sociale pasi u shpall personi pa dëshiruar në Shqipëri. Ai shkruan se në shpirtin dhe jetën ja ka dhënë atij që e ka falur, duke referuar Zotit, ndërsa shton se poshtrimeve që janë bërë nga zullumçarët në këtë vend sipas saj, u ka ardhur fundi, qofshin pushtetar apo fetar. Kthehemi në studion misionit frontal për ta nisur bisedën me mysafirin e parë. Sigurisht nuk do flasim për Iqbal Hudutin, pak do ta prekim edhe protestën në Shqipëri për shkak se ka pasur reagimet her pas hershme edhe në raport me këto zhvillime atje, mirë po arsyeja sepse e kanë ftuar Dardan Krasniqin në emision ka të bëjë me zhvillimet aktuale politike në vend. Dardan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta kënaqësi. A e kanë në Shqipëri këto ditë në protesta? Jo. Pse? Ka i përshku? Shqipëria është të gjithë shqiptarëve, të gjithë kemi të drejtë ta duam, ta mbrojmë, po dhe të protestojmë për të, po jo të rreshtohemi aty ku dëmton shqiptarët. Unë nuk jam ai që kam dëmtuar asnjëherë, qoftë me fjalën e lirë, qoftë me çka do të qoftë Shqipërinë, as më tej për Shqipërinë. Ajo që kam bën krenar në jetën time është pse jam shqiptar edhe është Shqipëria ajo që s'ka tjetër qysh me qenë veç në jonë. Por Shqipëri kam qenë në rrethana edhe me marrë armë, kam qenë në rrethana edhe kur i ka ndodhur tërmeti, kam qenë edhe kam mbështetur Shqipërinë në kombëtarin e Shqipërisë me qenë se fillove kështu në secilën lojë që ka bën kombëtari aty. Do të merrja pjesë në secilën betejë për me ruajtur Shqipërinë, po jo në një kohë kur Shqipëria rrugton suksesshëm. Dhe tashmë rruga saj në Bashkimin Evropian veç pritet mu kurorzu, jo në sheshet e Shqipërisë, aty ku ti rreshtohesh me fundamentalist edhe me njerëz cilë të brohorasin pro armiqve shqiptar e kundër miqve të cilët na kanë qëndruar çdo herë pranë. Unë kam qenë i kujdesshëm me po mirë zhvillimin në Shqipëri, prej ditës pare kam po që nuk është situatë e mirë. E kam po që janë përfshirë grupet duke nisur nga segment të pushtetit këtu. Janë disa njerëz që të një televizësve të vendosit të cilët asnjë të mirë nuk ja sjellin as lëvizjes as shqiptarëve në përgjithësi. Edhe ata janë dy protagonistë për cilët unë nuk do doja të çoj armiqësi në këtë kuptimin se shqiptarët edhe jo për modesti edhe jo për lavdia mundun gjithmonë me krejt me bob këtë bashkimin politik, veç do bi ka për i bashkimin politik, po këto si tipi ati Samedin Ferajt edhe Elvis Hoxhës, të cilë përbaltin gjithë shka që ka shqiptare, përdorin dëshmor të figurën e të Ersinanit vetëm për kur t'ju dot, është përstërsi jollë. Që përdur edhe atën edhe pushteti në Shqipëri, atje për shembull Taulant Balla, u keq kuptum, nësë po du me ja bëm brojën Taulant Ballës, as nuk kam nevoj, po Taulanti ka vendos një dokument i cili nuk ka sulmu as figurën e të Ersinanit, edhe po të tenton të ta sulmon të figurën e të Ersinanit, një njeri që në kam pas fatin me fjetë bashk, me qenë beteja bashk, me bo shumë habete bashk, me qenë edhe një rrugë për Maqedoni bashk. Nuk mundet me përbal, të ishin të nëzituar këto, Taulant Balla e ka publiku një dokument që është zyrtar, e për cilë shifën të disa shifra të mjetëve të ndara, tash protagonistë e këtyne ngjarjeve duhet me shpjegu pse kanë dhënë këto. Po mirë, po shka dhe që qoftë jam shumë krenar me vetën time se veç i kam dhënë luftës, edhe bugjetin familjar edhe luftës. A ke marrë në isën? Edhe kur në jetën time... Se këtu bëjë shok 4.000 marrë, ka Gjermane... As në lufte, as pas lufte, as para lufte, as një tjegëll, as një ndim, as një ser, as një gjë. Do të që i kam dhënë edhe s'kam pas gjë më tepër se ç'është dashur mi dhënë. Për me qenë shumë korrekt. Po,
ka të drejtë edhe shqiptari i Luginës, edhe shqiptari i Tetovës, edhe shqiptari i Kosovës, edhe shqiptari i Molitzi me protestu në Shqipëri edhe me qenë edhe me jetu me Shqipërien. Po ti nuk është të drejtë, ti mundësh, po nuk është të drejtë. Në Luginë me të rëzu lapidarët e dëshmorëve ti mos me reagu. Në Maqedoni, sheshet me u ndru emnat e me u kërsnu në gjua Shqipe e mos me imbrojt simbolet, kër është dhe gjak, e unë e dinë so protesta kam qenë Rasin Kumanova që ka ndodhë lagjën e Trimave, nuk kemi qenë as 20 vetë. E ti prej atyjet me shku atje, kjo është e pa drejt. Këta në Kosovë, e një të gjonë, këtë qeverisë ju ka do o je qëve serbe miliona euro, kam thënë, o invalidve as një cent, ka sërkeqë cilën vlerë, kemi importuar, po importojmë rrymë me shumë miljarë për Serbien, tash po kemi fillu edhe rërë, rritë çmimi energjisë, është shkaravicë cila vlerë, tu nuk e ngritë zëre. Edhe nëse në Shqipëri pas ka nevojë, që nuk pajtohëm me shumë politika që bën Edi Rama mirë, po unë bështet Edi Rama në raport me gjithë këta. Se e di se si ka qenë Shqipëria, kam jetu me Shqipëri në rrugët, në sheshet, kam qenë ndërt partë prej Kosove që kam rrinë kur ka ndodhë tërmetin Thoman. Edhe di sëtë që është Thoman, a di dhe që në terene sportive, prej Qemal Stafës e Lero Boricit e Elbasan Arenës deri në Air Albania. E di gjithë shka, edhe e shët atë ndryshim. Për deri so para një dekadës ke mujtë me gjithë një policë me 10 kapse të këmishës të njëjta sët ki kryeministra, ministra, kryetar bashkije, bashkëpunëtor Tramës në Burgj. Një kryeministër që në aspektin diplomatik ka sjellë mrena vite 3-4 herë burgshtetas më të madh evropian. Qa është këtë qërëditje? Qa është këtu pengohet të projektet amerikane, atje pengohen projektet amerikane? Ka jemi nis na? Jemi nis me kriju politik talibanizm të kësoj zonjes e cilë është lojmi më i mirë? Që po mendojnë këta? Ne mund të ruktojmë fetarisht gjithë ka, po shqiptarien nuk duhet me leju me përbalë. Nuk mund është më mështirë me flamur komtar edhe me akry argatin Iranit. Rruga shqiptarëve është e përcaktune. Nuk ka çmim që përcaktën ashtaj tha lirë partneritetin e mitësin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që ishte kjo aja në përgjësi. Edhe nëse duhet me protestu për mirëqenien e shqiptarëve në Shqipni, po let protestojnë ata, po dhe ne let protestojnë vendet tona që ka degraduar arsimimi, shëndetësia, infrastruktura, gjithçka. Jo, mos rregullohemi në punë të Shqipërisë, ne kujtohem për epota dhe Iqballin para do ditë këto, edhe pyeta thasha ke protestu për shembull ti Për shumë, kur u protestu për shtrejtimin e energjisë elektrike, tha ju, thashe që politik në Shqipëri, rrejt një këtë se kemi artikull. Si do që tjetë? Argat të dreqit. Po ja, Jo, pa kështu, unë e kuptoj, edhe s'po du me deviju debatin, unë e kuptoj fjallën e lirë, e kuptoj të drejtën e protestas. Po jo këtu prapavija, kur as Çorblinović, që as Ranković, as Titos kanë mujt me i thy shqiptarët në këmbë edhe në armitësi. Pra po është momenti se jemi njerëz edhe për e shohemi se po dojnë me devalvu. Nuk kemi nevojë na për kulturat Iranit, as për politikën e talibanizmit. Kemi Rilindas tonë, kemi Gjergjin, kemi Nën Terezën, një brest të tërë, dëshmorësh e burrash e Rilindas, e Naeme, Same, Bigjene, Lojegj Hasan Prishtinë për cilën, u këshën hotin, Adem Dëmazhin për cilën, ne do të roktojmë filozofisë të hynë politike. Po, se arsye pse kom thirë kod për me krejt diçka tjetër që lidhet me krimin e institucioneve të reja, pra tash po pritet certifikimi i rezultateve me pas shkohet me konsultimin e kuvendit, qeverinë, me pas presidentin, ka pasur një gatishmëri, le të themi, tek kryetarit e Aleancës për qenë president. Sot e patëm një deklarat ish shefes e grupit parlamentar të Lëvizjes të Vendosit që tha është e pa dinitetshme nëse nuk gaboj që të kërkoj Ramush Haradini mbështetjen e Vetëvendosit për të qenë president. Fjala është po. Tjetë Ramush Haradini president i Kosovës. Po në një shoqëri normale propozimi i parë që duhet të vinte, nëse do të respektohin vlera, do të vinte pikërisht nga Lëvizja Vetëvendosit, që është partia më e madhe, e përtesoj nga zonja Nagaci që vjen për një pjesë e Dugagjinit edhe dihet kontributi zotit Haradinaj. Po zonja Nagaci ka të drejtën me cilësu cilin që shdojnë mirë, po është personi i cili nuk ka kredibilitet për arsye se pozicionet e saj politike qoftë si
drejtoresha arsimit në komunën e Prishtinës, e së qoftë si ministri arsimit veç ka degradu, ka plas shkite dhe ka vjedhë këtë vend. Pra absolutisht ne kemi posë deklaratën e këshilltarit të saj që aty që ka ndodhë, si prinde kam vujt këtë qeverisën e saj, a e s'ka rrit ma dje në qeverisën e sajna me nru do tabela, me nru me hek do shkumsa, me vendos do markera. Ajo e dëgjova kur tha sulme që e ka bon. Nëse ka shembull tipik që që ka ndonë kështë shoqërinë tonë ka bërë lëvizjeve të vendosim. Mleni me thonë kështu, në situatat më të vështira politike që unë kam rrugtu me Albin Kurtin, kur zënja në Gavci veç ka marë privilegje, por nuk ka rëndësi, unë se më e me në asë një proteste, në asë një angazhim politik, po me në angazhim kështu përveç që ka marë privilegje kur është dash, po është në regullën, me gjitha doj konsiderat për zënja në Gavci, Albin Kurti, kur ne nuk kemi mujtë ku me qu Albin Kurtin me folë, ne kënë ditë dëshmorëve, me zë 24 mars e kemi qu në Glëzhan, që ka pas hapër foltorën me folë. Albin Kurti, në rëthonat më të fështira... Se përthu ku keni mujtë pësa s'ka pas gjithë konë mund... Se kanë leju, se shumë njerëz në shtash kanë drejtë se kanë kuptu këtë politikën për qarësit e tina, për cilë tash unë ju japë njerëzve drejtë që ka dhe që thoi. Qështë se kanë leju me marë pjesën për akademi? Absolutisht ka pas as ftesë, në më thonë, për vetëm ato ngjarje të mëdha që ka ndodhë, si që është epopeja që kësë Glëgjani, Reçako, deri sa ka orë kryeministër, Albini ka bon dërime, po vetëm fjallën e ka morë në Glëgjan, në çdo 24 mars. Unë e moj men me 10 herë. Për te i saj është zoti Kurti që në odën edhe në kullat e Ramushit ka hongër buk. Zoti Haradinaj s'ka hongër buk në shtëpin, as në konat. Këtu do të mi ditë për herë të parë opinion, unë e di se në të dy anë, tonë që atash për du me thonë cim, ndikon kështu qëroditet e njerëzve. Po, ma dje zoti Kurti në momentet më kritike, kër është kërku më arrestu, zoti Haradinaj e ka strehu, në kullat e tina dhe ka mbajt. Qysh? Kër kemi qenë atëherë në atë aktivitetin e Kër e ka kërke policia dhe më shefke, Albin? Unë është kështu, do me thonë, absolutisht, do me thonë, ka najtë Molliqaj edhe këta ka najtë në kullën e Ramushit, po kjo është modestia e Ramush Haradinit. E ka shef Ramushin kullë kër e lip ke policia? Po, bra, aty ka bo konak, zoti Kurti, ka bo konak edhe në dëvene tjera të cilët e ka hongër bukën edhe i ka ra shkelëm sofrave. Për shamull? Do të vjenë momenti, shumë vende. Se pas në ditë që ka najtë në kullën e Ramush Haradinit? Absolutisht ka najtë, aty kanë hongë, ma djerë kanë bosë shumë takime aty që ka qenë Shpend Ahmeti, plët të tjerë visare. Po sa tërë kanë qenë bashkë edhe kanë qenë bashkë, po edhe në atë rukëtimin që kur zotin Kurtin e kërkënë. Pro, në... E që shembron të Ramushi? Dhe ma veç që i vakonakë? Jo, Ramushi, të shqiptarë gjithmonë ka qenë besa dhe zakon, edhe në ti nuk mund është me leju me përbalë, se ne kemi jetu në sojët e sajna. Po për me po këtë burnijen e Ramushit, për cilën këtë është për e qunë sëllëm. Pja kujtëj publikut e zonës në Gavci. Në rëthonat më të vështira, pra Albin Kurti kraj ka pos Ramush Haradinaj. Po e ka pos kundër Dimal Bashën, që ka qujtë lëvizjen vetëvendosje fashiste, rrugaqe, e damshme, jenë publike në televizionin Rokoms. E ka bo, as brezi Dimal Bashës, se nuk ka kur gjithë keqës që në kanë rëthonat, po kur vje punat e kontributi, as brezi Dimal Bashës nuk i ka dhenë as një të mirë këti vene. Pra këtë që ka bon, e ka ndërtu jetën e vetë. Njerës kanë vujt burg, kanë vujt pasoja, kanë prish interese, kanë humbë antartë familjes me bon që të jeri. Se tash vetëvendosje nuk e do Ramushin? Tash po du me thonë rrëdhimisht. E kanë bo Dimal Bashën edhe njeri që ka shkru punime anti-UÇK, e kanë bo kryetar Kuvendit. Dhe me thonë, ka thy mënyrën ma pa dignitetshme, pa meritor Albin Kurti. Në rëthonat, kër Albin Kurti, me nëzi kanë bjetu eksistencës politike. Armend Mujen, po flasë edhe për këta që nuk dojnë me dëgju aktiviste në bështes lëvizjes vetëvendosje, Armend Muja në rëthonat më të vështira ka qujtë vetëvendosjen formacion më të rrezikshëm se listën serbe. Një njeri që ka vjedhë dhe ka zhvat në pushtetet e kalume. Po ashtu zonja Kusari, po ashtu zonja Gërvalla. Ta me thonë, gjithë këta kanë, po ashtu zonja Osmani, Vjosa Osmani, e ka qujtë Qavez, e ka qujtë... Edhe krejt këta i kanë rehabilitu.
nuk është qeshje të gjua zotit Haradinaj. Po. Absolutisht. Po është protagonizmi politik të lidhja që ka zotit Haradinaj që unë e kam po për safërmi. Edhe për mu me thurë e lojëj dikujna shumë zërë se fjallën e thënë kam dua me mbeshtet që kjo jetë. Komi gjiku, komi jetu i botën. Absolutisht. Unë kam pa që zoti Haradinaj në Pentagon në Amerikë e ka zyrën pa leqe, pa kthejsa. Drejt. Pa e lëvizjes vetë vendosje, sidomos Albin Kurtit, nuk i konvenon me pas një president si zoti Haradinaj. A i shtorës pikrisht me i konvenu, masi... Pas i konvenon, pa ti mi konvenuaj të eshet gjuhën që përdojnë dhe projekteve amerikane të gazit për shemot. Ne ka ardhë puna, ne, sinqerisht, unë jam shumë krenar me popullin tam, po ne, që mës me ka bën stili këto, me një bicikl në hinë serë, edhe këta njerë që nuk i rrisin as familjarët e vetë, këto as fëmije nuk i shkollojnë, absolutisht, pa i që shukon ajo një Barcelet që kanë me atë plokën. E tani, do me thonë, po që se kemë ramushin këto. Po ka bën jasin se... Besët të një tjenë linja mund, që njerëzit vlerësojnë për gjuhën, për kritikën, për qëndrimin, për koreksin, edhe në fund, kur vje puna me votojnë Dimal Basha e Donald Aloshi, po krejt në regull, kjo është pluralizmi, kjo është demokracia, është krejt në regull, po këtu janë tani edhe pasojat. Pra, nuk është pyetje gjuha që pas ka përdor zoti Haradinaj, për cilën në një moment njeri është njeri edhe kjo njeri ka shumë plagë. Unë e kam njoft zotin Haradinaj në rrethona kritjerat e luftës e të pas luftës. Për opinionin për thamë, zoti Haradinaj në kohën ku ka shërby si komandanti zonës 2 të TMK-s ka bashkëpunu në gësh me babin tim. Dhe na kemi pas shumë afërsi. Po nuk e kam njoft në rrethonat politike. Unë sinqerisht po të thamë, nëse le të qeshin e letojnë çka dojnë jam i vedishëm, nëse duhet me vdek për një njeri gjallë është i qëndroj mra për Amush Haradinit. Se e një qiltërsin e tina, e një angazhimin e tina, e një vizionin e ti politik, i cili kur gjë nuk pat keqe, veç që e tha një pikpamje politike për cilë Kosova e ka një model që si mundet me dalë. Edhe për mi bën derë, ne sot, unë e kam thënë në studion tonë në cimë që ne sot kemi me vujt historikisht edhe sot për njeriun racional, për njeriun që e dënë të vërtetën. Pse adem dhe mos që ne kemi dështu me zhjithë dhe deputet edhe president. Historia dikur kome na gjyku për këtë. Unë po mendoj që zoti Haradinaj ka shprej një pikpamje me gjuha lëvizjes vetëvendosje nuk është. Është kjo përgjigje e zonës Nagovci është përgjigje vetëvendosjes apo thjesht ajo e ka dhënë përgjigje kur kanë pyet gazetarët? S'kan mendim vetin ata. Unë flas me kompetencë. Ata nuk kanë mendim vetin, ata s'kan qëndrimet veta. Absolutisht. Qëndrimi është qëndrimi vetëvendosjes. Absolutisht. Zonja Nagovci edhe secili aty nuk del në televizion në studio televizive askon pa e pasë linjën e komunikimit me që është normali, se ata kanë zgjedhur atë formë me atë që ja korrigjon edhe tekstin, edhe gjuhën, edhe qëndrimin, edhe gjithçka. Që është për mua s'ka asgjë të keq që është zonja Dejona Mihali, për cilën unë pavarësisht unë edhe me zotin Haradinaj me tjerë kur diskutoj për zonjën Mihali, unë kam këtë tjetër edhe pse personalisht ka bërë dëm, për shkak qëndrimeve mia, po në kam këtë tjetër pikpamje nga ajo. Konsideroj që nuk është një greke, nuk është një antishqiptare, e kryen një mision. Se me vendos Dejona Mihali, çka me fol vetëvendosja për Amushin? Sa është të fajtë zonja Mihali, as të zonja Nagovci, as të zonja Haxhiu, as të familjarët e mi, po është të politika antishqiptare që nuk kam asnjë dyshim me Albin Kurtit. Politik antishqiptare? Absolutisht. Cili dënë prej neve këtu le shkolle ta pyet një familjar të vetin, thotë çka konsiderohet një njeri që ndalë dhe armicën shqiptarët, ko me thonë është armik i shqiptarëve. Pik. Dhe ju thani që... Absolutisht, për këtë jam jo i bindën, po as nuk vjen shumë trishtim me e thonë. Po njëhem keqe, thamë, absolutisht. është një antishqiptar ndaj çdo kauze shqiptare. Ai i cili kërkon bashkimin kombëtar? Ja, marrë cilin bashkim kombëtar. Një njeri që 6 vite nuk ka kaluar asnjë ditë të vetme në Tiranë, më shumë ka pi kafe në Selanik. Një njeri që më shumë pinë e hanë me Mickovsin se sa me cilin do politikan shqiptar këtu. Një njeri që në rrethonat më të vështira
Edi Rama në 2013 ja ka dhënë shtetësien edhe ju ka dhënë fonde buxhete e shkolla politike, është këtë bukë për my si më i madh që i ka. Njëri i cili votohet me shumicë nga qytetari i Kosovës. Absolutisht. Tash unë kam edhe këtë opinionin e votës, absolutisht. Edhe kam të qëndrueshëm argumentin. Nuk është njerëzit asnjëherë në histori nuk mohon mend për so ka marrë fuqi politike, mohet mend për dëmët ose projekte që ka bërë vendit e vet. Kur Albin Kurti ka prezantuar dhe ka vrapu në sheshe, në tribuna, në oda, që ka qenë vështirë, besë, pikrisht do oda, kur unë kam qu në rëthona tërzakonshme në Malishev të përdorë autoritetin. Me thamë edhe nërë për, a besë që unë kam qenë polic, me uniform policijës, kam qenë përgjithësi policijës në Malishev, në orë policore, edhe Albini dhe aktiviste vetëvendosës kanë shkru negociata vetëvendosë. Kam dollë kam shkru me ta. E ti i losha, me uniform policisti? Absolut. Unë kur besojnë projekte kombëtare, nuk e gjykoj vetë-vetën. Adi nuk e monti vetë-vetën. As nuk e ko monti asnjëherë. E ti me uniform policisë shkëshë një mojshë me... Absolutisht. Po ashtu që shumë me uniform policijës kom bojt arme me kerët policijës për Preshev, me Dveq, Bojanës, për Maqedoni, kam bojt plagosën. Me kerët të policisë unë mikut. Edhe që kam televizor. Edhe jam plagos, edhe jam marrë dhe kom vazhdu punën, nëse kanë ditë njerës. Kja e dinë, unë kam gjdo projekt kombëtar nuk e llogariti, as vetën, as logistikën ku punoj. Edhe as një trë nuk jam pishman. Po s'jam tu me refy gjykimin tem, po zoti Kurti, për mësë mimit bërës opinioni, dhe me thonë, një njeri që ka ndo aqë tërë. Është pakeron, është me thonë njërit antikomtar, kryeministrit, i cili ka një mbështetje ka smallë. Si fenomen po flasëm, po nuk është Albin Kurti, lem të sharaj. Kur duke që kejtë të Albin Boba. Absolutisht, kur as nërë njetë. As nuk i kom thonë Ramosh Haradinit Luan, as Fatmirlimës Tigër, as krejtë shukëve të mi kom thonë emna. Hashimit i kom thonë Hashim, Kadrisi i kom thonë Kadri, i kanë posë se cili, Boba e me ka posë pseudonimin Luf, se cili i kom... Unë që jam i veçanti. Pra mora pjesën një debat televiziv për sportin dhe njerës këshin fillu më gjyku kësha dhe për futbol për folë. Jam futbolisti ndër të parë që jam pagu në 94 edhe jam 4 herë kampion i Kosovës futbol. Jam njeriu që gati me gjitha veglat muzikore di me lutë. Edhe tash, qa me bunë që kjo jam, për cilën këtë jetën ta me kam dinamizëm. Po pse njerëzit në jetën e vetë s'kanë dhonë kur gjë, ta shkryojnë si para gjykime, unë jam të për me... besu që dikush mund e botë gjithë shka. Po dhe po s'du të munis gjithmonë nga vetja. Sa son s'ka besu që për shumë ke bojt orë me kërtë policisë? Absolutisht, absolutisht. As kësha besu se pas në ditë realisht? Jo, kime posë rasin me i taku dhe 2 prorët e me Amerikanë të cilët më kanë bështet fort. Edhe kanë pastru arë me mu. Lele, hilmostim të dhe. Për fond, a ka interes pra lëvizja vetëvendosë për t'i krijuar institucionet e reja, apo eventualisht mund të shkohet në zgjedhje të reja? Qartë për opinionin publik. Edhe pse ne si aleancë tashmë duke po, jo shini që me këto zhvillimit e LDK-s cilat unë i quj shumë demokratike, të eshe se çka bën, çfarë tallje bën partia në pushtet. Dhe me thonë, këta njerëz për mu nuk kanë më pik Njerëzillaku. Unë muj me thërë rëfimin tim në raport me secilin. Besë me secilin, nuk ka deputet tani, dhe 2004, në aktivist që nuk ju kam gjinë për secilin citat, nuk i kam dimu. Këta nuk kanë Njerëzillak, këta nuk kanë vlera për me qmu njerin kër e te kalën në vetën me të allo besimin. Albin Kurti dënë pushtet veç për veti. Albin Kurti është interesur me quve në zgjedhje. Po që edhe aleansat ja jep numrat e ti. Albin Kurti vetëm në një situatë nuk e qenë venin në zgjedhje. Vetëm nëse e zgjedh presidentin i cili ai mundet me lujtë si me kontroller në futbol ose në PlayStation tash që lujnë fëmija dhe e orientën që shdojnë. Kjo është, Albin Kurti dënë pushtet për veti. Nuk dënë pushtet as për Glauko Njufce, nuk dënë pushtet as për askën tjetër. Cili për e thamë fjollën publike, sfidona me se cilin që është bashkëpunëtor në ngushtit tina, që kjo është e vërteta. Albin Kurti nuk është interesur me kriju institucione. Po të ishte i interesur me kriju institucione, zoti Kurti, do t'i ftonte më gjitha partit politike, do t'i sfidonte. Albin Kurti ka për qëllim se cilin njeri që i ka me dignitet këtë ven, me a thy kurrizin, me në nështëru. Kjo është pra, zoti Kurti.
normalisht po e merë shumicën, le ta merë, jo 51, po këmë thonë studion tonë, 70%. S'ka me arrit kë asë njerë njëtën e vetë me orë me ndërtu dishka, se qëllimi tina është me orë me prish, gjithë shka që ka shkriju. Edhe një njeri normal, duhet me po këtë, as kaminati azili, po i kam unë dë fatura pa i la me të, edhe a i kom i la me mua në momentin kur bje për i pushteti. Se në 19 vite kam vrapu, jam prish me shok luftës jo për t'i bërë halë e vendit temë. Kur këta s'kanë posë zbërej, kam e hangër, kam morë pak një NDP 1200 euro. Po, për projekte që s'ka me posë privatizim, ka me posë bashkim me Shqipërinë, kanë më respektu vlerat kombëtare, ka me posë zhvillim kjo vend, ka me posë terene sportive, keme këthy dignitetin e qytetarëve në këtë vend, nuk kemi me i shoh njerëzit, nuk kemi me i linqu njerëzit. Ta me thonë, më të vlefshëm sot për Zotin Kurti, edhe për shumë njerëz të ndershëm, qoftë që i kam në gjirin tem familjar, e ka bën atë që shkën e Zoranit e Milonit 200 euro, vjen e bën Shqipunjen me të ja qetë votën, se Dardani që ka dhonë kontribut edhe pëse në kam dollë në lansë, nuk kam dyshu për qëndrimet mija. Sot jam kuna privatizimit, sot jam kuna zajednicës, por nuk mundet Albin Kurti, a i po mundet me bon, mi dhonë 1.200.000 e mi tajtu veterant pa digniteshëm. Ju e keni postu Gjevdet Qeriqen. Ajo shumë i sinqert. Sa të takova. Po të rathien që ka po Zoti Kurti Gjevdet Qeriqit, ai nuk e flet. Edhe unë e kam koja besë nuk e flas. Pa e ka të rathtu Gjevdet Qeriqin kër e ka ftu me shti në listë. Po do të vinë momentet kur do t'i thamë për shumë njerës. Edhe për një personalitet, për një vlot të një personalitetit shquar të historisë të lavdijes tonë. Do t'i thamë edhe për shumë tjerë. Unë kam pas shef me konë deputet, edhe me dalë mi thonë aty kërë shfoltoria. Po, opinionin du të me ditë vërtetën, aja që nuk dënë Zoti Kurtin, nuk e dënë Ramush Haradinin për shkak të protagonizmit e të kontributit tina, se Albin Kurti nesër ku shkon me Zotin Haradinaj, qoftë në një tubim, qoftë në një ngjarje, a jetë në rhije. Pra vetë, me thonë këtë, vetë nëse him edhe kontrollojmë kontaktet që ka mojtë Zoti Haradinaj me këtë burë shtetas, edhe lejemi këtë të thëmë edhe për përfundoj. Në një takim në 2001 ma tha para disa ditë një zonë e Macedonijës, një mikesh e me cilën e falendroj. Tha kemi qenë me një takim në 2002 në fakt, ku ka qenë pjesëmarrës në Amerikë me komunitetin shqiptarë dhe Zoti Haradinaj edhe Biden. Tha dhe, kur fillum takimin, Biden tha vetë, tha, na dojtu gjithë dhe tha, fit një telefonat se kemi me diskutu. Edhe rastisht një qytetarit aty i boni 2 herë telefone. Tha, ndalet lutë, mësë i thamë Zotit Haradinaj me ta fikë telefonin. Pra, kjo është Zotit Haradinaj, për cilën jam krenar që jam kratina. Unë të falenderoj shumë që ishte sot në emisionin frontal. Ishte knaci, falenderit. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera dhe flasim për një ngjarje të rëndë që para disa vitesh ka ndodhur pikërisht në vendlindjen në Ramush Haradinaj, pranë Glogjan, ku sot prokuroria në Pejë ka kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për të pandehurit me rastin e vrasjes së 3 fsheht në Glogjan të Deçanit të ndodhur në vitin 2021. Sipas prokurorisë, pas administrimit të provave, nuk ka mbetur asnjë dyshim për fajësinë të akuzuarve duke kërkuar dënim maksimal. Nuk ka mbetur asnjë dyshim, prokuroria kërkon që të pandehurit të dënohen me dënim maksimal të paraparë me ligj, u tha në seancë. Sipas aktakuzës, Kastriot dhe Kreshnik Mehmetaj akuzohen për vrasjen e 3 personave dhe plagosjen e një tjetre me 26 nëntor të vitit 2021, ndërsa Halil Mehmetaj për shtytjen e kryen e vrasjes së rënd. Seanca e fjalës përfundimtare po vazhdon në gjykatën themelore në Pejë. Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për një përleshje masive që ka ndodhur në fshatin Magure të Lipjanit, ku janë lënduar disa persona, kurse 10 janë ndaluar nga policia. Motivet e kësaj përleshje lidhen me luftën. Kjo pronë u bë shkak i një përleshjeje të mërkurë mbrëma në Magurë të Lipjanit. 15 persona u përfshin në rastin që përfundoi me 11 të lënduar. Jemi në Magurë të Lipjanit, ku gjatë mbrëmjes së mërkurës ka ndodhur një përplasje prej 15 personave, 11 prej tyre kanë përfunduar në trajtim mjekësor. Ndërsa sipas informacioneve të marrë nga televizionit të shtatë, disa nga sulmuesit kanë qenë të ardhur nga Serbia. Sipas informacioneve dhe kontakteve që kemi pasur me banorët, këtu janë gjetur disa armë dhe mjete të ftofta. E një nga të përfshirët thot se prona nuk ishte arsyeja vetme e kësaj përleshjeje.
Sipas një dëshmitari, mosmarrveshja daton që nga lufta, pasi që grupi që erdhën nga Serbia gjatë asaj kohe ishin rreshtuar për krah ushtrisë serbe. Të njëjtit kishin maltretuar shqiptar, kurse në këtë rast cak kishin pikërisht një ushtar të UÇK-s. Me nipa, me djema, me vllazni, e kanë provokuar një ushtar të luftës, edhe kanë kërcënu, i kanë thonë që kur gjonë s'kena bon gjatë luftës që kena me bon tashti. 2 vllazni janë kohë dëvesht në luft, me amnasi di se janë pak i ri, kanë morë pjesë në masakrën e Halloqit edhe Riborit. I njëjti thotë se në ndihmë të ushtarit dolën edhe bashkëfshatar të tjerë derisa rrahja zgjati më shumë se gjysmë ore. Dhe janë Gjermani, dhe janë Serbi, një i tynve është në Frejzaj, një vlloj. Po këte janë orë me planë me ase, i kanë posë edhe orën, dhe me thonë që i kanë gjetë policia që shpa thëjtë nëse në konë stacien, pas Altia dhe një kallash, dropën një këës, ta është dim të prit njerë për shtetë, nuk dim nga ma shumë detohet mes. E kom posën e fill, gjishën që më kam shu me dropën mes. E si pas prokurorisë themelore në Prishtinë, 10 persona janë ndaluar për këtë rast. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se me vendim të prokurorit të shtetit janë ndaluar 10 persona për veprën penale lëndim i rënd trupor nga neni 186 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe për veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 i KPRK-s. Ndërkat nga qendra klinike universitare e Kosovës bëhet e ditur se personat e lënduar janë liruar pas trajtimit mjekësor nën përcjelljen e policisë, ndërsa njëri nga të lënduarit është pranuar në klinikën e neurokirurgjisë. Për të diskutuar edhe më shumë për pjesëmarrjen e Kosovës në samitet të tilla të mbrojtjes, mirë po edhe në aktivitete të tjera përfshirë këtu edhe në aktivitete siç është duke marrë pjesë ushtria e Kosovës, me mua në studio është Hysen Gecaj. Zotë Gecaj, mirë se erdhe. E kisha sot a Gecaj. Gecaj. Pse ka me hitë Gecaj? Kështu ka qenë gjithmonë. Ka Geci edhe Gecaj. Sa më thanë këta Gecaj, tash more për se kusha jam e ko Geci. Se të qytet falënderishëm që i pjesë emisionin frontal, nuk do të vlasim për mbjamjen e respektuar Geci, po do të vlasim për FSK-n. Realisht sot gjatë ditës qarkulluan shumë informacione me një dozë kritike pse Kosova nuk merr pjesë në samitin e NATO-s. A duhet Kosova, a duhet tjetë pjesë? Mendoj që kritikat më tepër vinë si pasojë dëshirës vullnetit për me pa Kosovën mesin e shteteve tjera anëtare të NATO-s. Mirë po, ashtu si që pas ka sqaruar Ministria e Mbrojtjes, Kosova nuk është ende anëtare NATO-s, nuk është as në partneritet për paqë me NATO, mirë po është zonë e veçantë interesi e NATO-s, prandaj edhe është NATO-ja këtu prezente përmes kvorit. Dhe sigurisht që kjo duhet shikohet dhe trajtohet si një proces në ecje në vijim i mundësisë për pjesëmarrje të Kosovës në NATO, për qenë anëtare e NATO-s, po fillimisht duhet të kaloj në për disa faza si që janë partneriteti për paqe fillimisht dhe pastaj të pranohet si anëtare e plot. Mirë po Kosova në disa raste, nëse nuk gaboj 2 raste, ka qenë e ftuar në disa seanca të niveli ma tullt në NATO, ku ka qenë prezente dhe ka dhënë kontributin e saj, dhe kjo është një hap drejt ecjes drejt antarësimit të plot në NATO. Për të arrit deri tek antarësia e plot në NATO, janë disa faza që shpesh herë dhe janë biseduar edhe nëpër media, sidomos, dhe mund të them që ajo pjesa që i përket forcës sigurisë, si forcë sigurisë, është për mendimin tim e plotësuar dhe i ka plotësuar gjitha kriteret për të qenë pjesë e NATO-s. Në kuptimin që njësit pastaj ushtarët, nënoficerët dhe oficerët kanë trajnime kompatibile me standardet e NATO-s dhe kanë treguar gjithmonë rezultate të kënaqshme, bile në shumë raste kanë qenë ndër më të mirët, në rastet veçanta dhe më të mirë. Prandaj kjo është një ecje përpara forcës sigurisë Kosovës drejt NATO-s, por nuk mjafton vetëm forca e sigurisë, sepse në NATO hyn shteti me të gjitha kapacitetet tjera.
ndërsa kur e shohim këtë pjesën si punë e shtetit politike, atëherë këtu lënë për dëshiru, sepse edhe pse i kemi pas disa mundësi të arta, i kemi lëshu në disa raste, spaku 8 vite i kemi të humbuna për shkak të politikës, jo për shkak të FSK-s. E qysh mund me kanë për shkak FSK aq suksesshme në institucion shtetëror dhe në anën tjetër, pra institucione tjera ose politika mos me qenë, qysh mund me kanë që të dyja? Mundet. A nuk do të jo po shihet, po qysh? Mundet, po. Po flas prej përvojës, me që se kam qenë pjesë e Ministrisë Mbrojtjes dhe pjesë e Forcës Sigurisë, ma herët të institucione tjera TMK-s, para FSK-s, dhe di shumë mirë si kanë shku këto rrjedha, këto ngjarje. Kur flasim për aspektet e mbrojtjes edhe të sigurisë në Kosovë, një rol tepër të rëndësishëm, ndoshta edhe më të rëndësishmin e luan faktorin ndërkombëtar NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ju keni mujtë me vrejt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçanti shpeshherë kanë pas vrejtje të ashpra karshi politikës. Por në këtë pjesën tjetër, kur i përket mbrojtjes edhe të sigurisë, asnjëherë nuk ka pas shkëputje në ecjen përpara bashkë me Forcën e Sigurisë Kosovës, përveç në një rast kur nuk ka pranu politikanët ditën e fundit të një ushtrimi, si dita D, dhe ky ka qenë jo sinjal për Forcën e Sigurisë Kosovës, ajo ka qenë edhe në atë ushtrim e suksesshme, por sinjal për politikanët që me ju nuk kemi bashkëpunim për shkak se në kuptimin politik s'po pajtohemi. Dhe përveç kësaj jeni të informuar edhe prej të kalumes që mrena institucioneve të sigurisë në Kosovë, sidomos në Forcën e Sigurisë të Kosovës, ekziston një zyrë e veçantë e cila merret me mbikëqyrjen dhe këshillëdhënie të Forcës së Sigurisë të Kosovës për çështjet ushtarake, sigurisht, për shkollime, trajnime, ushtrime dhe gjitha këto, dhe që është ndërkombëtare. Kështu që ecja e Forcës së Sigurisë, qysh mund të themi lirisht prej transformimit të UÇK-s në TMK dhe pastaj TMK-s në FSK, ka pas një kontinuitet, një vazhdimësi, dhe ajo vazhdimësi i ka dhënë një shëndet të mirë këtij institucioni, për ata dhe djemtë dhe vajzat e këtij institucioni kanë pas suksese kudo që kanë shku dhe kanë. Kjo fotografi e dëshmon më së miri suksesin që ka treguar FSK-ja. Kjo është fotografi është bërë nga misioni paqërues që FSK-ja po merr pjesë pra në Gaza. Paramendo se duke qenë pjesë e krejt ushtrive nga UÇK-ja në TMK në FSK, a e ke menduar ndonjëherë që ka marrë ushtria e Kosovës deri te ky nivel? Në atë kohë kam shpresu. Ma shumë kam shpresu se sa që kam besu që kemi me mri deri në këtë nivel të jem real. Për shkak të rrethonave të përgjithshme që kanë qenë në atë kohë, ty e ditë që kemi pas punë me një armik të jetë organizuar kundër nesh me një mbështetje prej Rusisë dhe Kinës, dhe kjo ecje përpara e forcave ushtarake në përgjithësi në Kosovë është një ecje me hapa të shpejtë dhe të sigurt. Dhe politika ka për detyrë dhe obligim që ta ruajë këtë aset. Dhe jo vetëm FSK-n, po edhe policinë e Kosovës, edhe inteligjencën, se edhe këto janë institucione shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës, por gabimet politike her pas her e pengojnë, reflektojnë, jo që kanë me mujt me ndalu, me stopu ecjen përpara, mirë po e vonojnë. Dhe mund ta marrim vetëm si shembull në vitin 2014, kur ishin zgjedhjet në atë kohë dhe kishte vlime dhe mospajtime politike, atëherë FSK-ja kishte një shans të artë për të shndruar në ushtri. Dhe jo vetëm me ligj, po edhe me kushtetut. Por për shkak të mosmarrëveshje politike mrena për mrena, u humb ai rast shumë i artë dhe u dasht me kalu edhe shumë vite për me ardhur deri në nivel ku kishim mujt me mri në atë kohë dhe ende s'kemi mri aty ku i kemi pas mundësit në atë kohë. Pse po e them këtë?
sepse në kohën kur janë ofru këto mundësi, nuk ka pas dilema për stabilitetin politik të Kosovës. Dhe Bashkia Ndërkombëtare ka qenë më e gatshme me ofru shumë më tepër edhe me mbështet shumë më tepër. Por ajo mosmarrëveshje politike në atë kohë, edhe këto 4-5 vitet e fundit, e friksojnë edhe Bashkinë Ndërkombëtare, sepse po e them vetëm një fjali për një ushtaraku të nivelit lartë NATO-s këtu në KFOR, i cili thot, mas dështimit të atij rasti që e përmena, do të nënë nuk mund të rrezikojmë që një aset kaq mirë të trajnuar edhe të përgatitur ushtarakisht të alëm në dorë disa politikanëve të papërgjegjshëm. Kush e tha këto? Një prej oficerëve të lartë të NATO-s, të KFOR-it, këtu në Kosovë. Se ke flet për dy aspekte, domthon për nivelin ku është ushtria e Kosovës dhe nivelin ku është politika jote. Fatkeqësisht ku është politika kosovare. Po, sigurisht. Është një diferencë e madhe, është një ndryshim i madh. Prandaj kemi pas për një periudhë gjatë edhe keq përdorim të ecjes përpara të forcës sigurisë nga ana politikane, ku për pojena politik shpesh kanë dalë dhe kanë dhënë deklarata të papërgjegjshme, të cilat për një mas të madhe të popullit i nduk shumë atraktive, shumë interesante. Mirë po në fakt ato i kanë bërë dëm edhe forcës sigurisë të Kosovës, për shkak se çdo veprim i politikanëve tanë monitorohet edhe nga Bashkia Ndërkombëtare dhe rreziku më i madh në një shtet kur ka këso rrethana çfarë kemi na, kur kemi edhe faktorin ndërkombëtar prezent këtu në Kosovë, është humbja e besimit me ata të cilët kanë ndihmuar dhe të kanë prunë deri këtu. Dhe kur nuk ka besim, atëherë ka pengesa në ecje përpara dhe kjo shumë fish humb kohë pastaj institucioneve serioze derisa të bindet faktori ndërkombëtar që këta politikanë janë serioz dhe mund të punohet me ta. Unë shpresoj që kjo gjendje do të filloj të ndryshoj dhe sa më shpejt që ndryshon për ne është më mirë, për shkak se na po e shohim sa shpejt po ecin ndryshimet në arenën ndërkombëtare. Prej momenti në moment edhe prej minuti në minutë po ndryshojnë interesat, po ndryshojnë koalicionet dhe Kosova nuk e ka atë komoditet me lujt me vetveten si që ka të azam Serbia. Sepse Serbia ka qenë në një pozit dhe është pozit ku nëse nuk moj me përëndimin, moj me Rusin, nëse s'moj me këtë, moj me Kinën dhe e ka një mundësi ne kemi në veç një drejtim si Kosovë. Kurse ne e kemi vetëm një, e kemi Aleancën Euroatlantike, i kemi miqtë përëndimor të cilët na kanë ndihmuar në shlirimin definitiv të vendit dhe rujtjen e Shqipërisë nikosisht prej kërcënimeve të jashtme dhe një mos seriozitet i politikanëve tanë, po edhe një pjesë të shoqërisë civile që për disa qëllime ku me ditë se çfarë ngjallin një narrativ anti-amerikane, ngjallin narrativ anti-perëndimore, atëherë kjo është e rrezikshme për kombin përgjithësi, jo vetëm për Kosovën. Ndërkohë kemi pas para disa ditësh ke një lajm që sekretari i përgjithshëm i NATO-s foli për kufizimin e pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë. A flet kjo për nivelin e sigurisë, për nivelin e mirë të sigurisë në Kosovë? Për fat mirë flet për nivelin e mirë të sigurisë dhe nuk është fjala për kufizim, është fjala për përshtatje. Në kuptimin ushtarak është me kapshme kjo që të thuhet përshtatje për shkak se i përshtatet rrethanave që i ka. Po kjo nuk vjen si rezultat i një suksesit politikanëve këtu. Vjen si sukses i edhe nevojë e bashkisë ndërkombëtare për një arkitekturë të re të mbrojtjes europiane. Pse po e them këtë? Ju e dini mirë që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës është një kërcënim dhe rrezik real për Evropën. Dhe ato trupa që dikur kanë qenë të vendosura ma në thellësi të Evropës, përfshirë edhe Ballkanin, tash kanë shkuar shumë afër Rusisë në mënyrë që mos të kenë mundësi të kenë ndikim në këtë pjesë tjetër, duke i parapri një
para të them mase për mos me mujt me ndikue Rusia dhe Kina në Ballkan në veçanti si një zonë shumë e veçantë edhe me interes edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ju e dini fare mirë që në vitin 2001 atje veç është filluar pra në Senatin Amerikan dhe në strukturat vendimarrëse të SBA-s që të miratohen ligje të veçanta për interesat të veçanta në Ballkan, jo vetëm Kosovë. Këtu përfshihen edhe Bosna e Hercegovina, përfshihet Serbia, përfshihet ish Jugoslavia me një fjalë përgjithësi, po edhe Shqipëria si fqiu i parë dhe si një shtet i cili ka relacionet veçanta me Kosovën. Dhe kjo ka të bëjë thjesht si preventiv në raport me politikanët me ndikim edhe grupe të ndryshme të interesit, të cilat mund të cenojnë interesat amerikane në Ballkan. Dhe kjo preventiv ka vazhdu me gjithë presidentët deri në tani, deri të presidenti Trump. Prandaj e them që këto ndryshime në fakt janë përshtatje në relacion me sigurinë e përgjithshme në Evropë. Jemi në fund të kësaj bisede, po patjetër do të më pyet edhe pse përgjigja mbas kësaj bisede pak a shumë dihet, po një studim që është bërë para disa ditësh flet për besimin që kanë qytetarët e Kosovës në ushtrinë e Kosovës, në policinë e Kosovës. Nëse dëgjojmë bisedën që patëm ju, pra dihet arsyeja pse, po sigurisht kur e lexova në këtë lajm dyqysh unë iva mirë për ushtrinë e Kosovës që vazhdon ta ketë një besim kaq madh, një mbështetje kaq të madhe të qytetarëve të Kosovës. Është tepër më rëndësi që opinioni ta kuptoj cila është struktura e vërtetë e forcës sigurisë, policisë dhe inteligjencës. Kur qytetari e kupton këtë, atëherë edhe perceptimi në kuptimin e sigurisë është shumë më pozitiv dhe është motiv për secilin të ri të Kosovës që edhe të qëndrojë këtu, po edhe të shërbejnë këto institucione. Prandaj po them që politikanët nuk duhet të bëjnë gabime ku për disa interesat ngushta, edhe personale, edhe grupore, elektorale, të çojnë një mesazh të gabuar tek rinia jonë, tek populli jonë, sepse pastaj në mënyrë automatike kjo e ul edhe nivelin e sigurisë, sepse po e them këto për shkak që në forcën e sigurisë mbase edhe mund të qëndrojnë edhe më mirë edhe përkundër këtyre sfidave prej anës politikës, po mund të ketë institucione tjera që janë më të brishta, më pak ndihshme dhe më pak të kontrollume prej faktorëve relevantë siç është NATO-ja. NATO-ja është drejt për drejt e involvuar në përcjelljen dhe zbatimin e misionit të forcës sigurisë si një institucion i veçantë, kështu që ajo ka forcën e vet, ka mundësinë e vet për qëndru. Kanë edhe tjerat, po jo si forca e sigurisë së Kosovës, prandaj politika duhet të ketë kujdes të madh. Unë të falenderoj shumë që ishe sot në emisionin frontal. Faleminderit juve. Faleminderit e ju të nderuar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal, këtu po japim fund për sot.